Miza në Kur'an. Allahu i madhruar thot: O ju njerëz, është marrë një shembull dhe vini veshin pra. Vërtet ata që po i adhuroni në vend të Allahut nuk mund të krijojnë asnjë mizë, edhe nëse të bohen, bashkohen të gjithë për të. Edhe nëse miza u rrëmben ndonjë send, ato nuk do të mund ta shpëtojnë atë prej saj. I dobët është edhe lutsi, edhe i luturi. Kur'an, surja 22 ajeti 73. Shkencëtarët që merren me studimin e insekteve kanë zbuluar se miza është e pajisur me gjendra pshtyme të gjata e shumë të pasura me jarg. Menjëherë sapo miza merr diçka nga ushqimi, nuk vonon të sekretojë mbi të sasi të madhe jargësh pështym, që është ndrën atë menjëherë në një substancë tjetër. Kështu nëse miza merr diçka prej nesh dhe duam ta rikthejmë atë gjë që na mori, nuk mundemi. Njerëzit nuk mund ta dinin këtë para se të zhvilloheshin aparaturat e kërkimeve shkencore. Nga e dinte këtë pejgamberi, paqja e Allahut qoftë mbi të. Padyshim që kjo është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Është vërtetuar nga shkencëtarët se nuk ka dyshim në faktin se disa insekte kanë antibiotik natyral në krahët e tyre për t'i vrarë bakteret e rrezikshme. E prej këtyre insekteve është edhe miza. Ndërsa pejgamberi i Zotit Muhammed alayhis salam foli për këtë fenomen qysh para 1400 vjetësh. Ky është një studim i Universitetit Australian për Teknologji Swinburne, i cili vërteton se shkencëtarët kanë zbuluar antibiotik natyral në sipërfaqen e krahëve të disa insekteve. Studimi ende është në fillimet e tij. Një grup shkencëtarësh paraqitën studimin e tyre në lidhje me krahët e insektit Clearwind cicada, i cili jeton në Australi. Ky insekt dallohet me krahët e tij të gjatë dhe konsiderohet lloj nga llojet e mizave. Studime rezultojnë me gjetjen e antibiotikut natyral shumë të fuqishëm në krahun e mizës, i cili i ndihmon asaj në mbrojtjen nga insektet tjera, bakteret dhe viruset në përgjithësi. Janë edhe shumë studime të tjera, po në Australi, Japoni e Rusi, të cilat vërtetojnë në mënyrë të prerë se miza dhe shumë insekte tjera kanë këtë lloj antibiotiku në krahët e tyre, dhe se ky antibiotik aktivizohet me futjen e mizës në ndonjë lëndë të lëngshme. Ne ti kthehemi hadithit të saktë të pejgamberit, i cili thotë: në enën e ndonjërit për jush të futet miza, atëherë zhyteni atë në të, sepse në njërin krah të saj është smundja, ndërsa në tjetrin ilaçi, sepse duhet të friksohet se mos ka hyrë me krahun ku është smundja. Andaj e zhyt në enë të krahut, në enë të tërë, pastaj e nxjerr nga aty. Transmeton Ibn Himbani në të saktin e tij. Tani parashtrohen pyetjet. Po ky pejgamber a fliste nga mendja e tij apo fliste ashtu siç e përshkruan krijuesi absolut në Kur'an? Betohem në yllin kur perëndon se shoku juaj Muhamedi nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet sipas qefit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hynore që i vjen atij. Surja Nejm, ajetet 1 dhe 4.